Pra je I beku me çka? Me çato që e ke zgjedhur që ka din. Andaj vllazën, bukuria, pasuria, autoriteti shkojnë, dini mbetet. E tash me vetë mu hoj cila më e mira, dhe hoxhën natë me vetë ashtu thot. Vëllai më e mira me pas dinin, e me pas edhe bukurin, po vallai edhe pasurinë me pas nuk prish pun kur gjë hiç. Po edhe familjen me autoritet në rrugt të Zotit, kejt në rregull është, me mujt me të katërtat. One që të vjeti bona, nuk e hasa dikën që tha të katërtat. Kum has të në 2, të në 3, 1, ama 4 rrallë në I kush ose heq. Andaj mos është shqetësa shumë, cila është nga dhënimi fitoria jote me zedh vajzën me din, o kry muhabeti. Edhe bisedoni me ata që I kanë zedh gratë për din, edhe për bukuri, këshën të nëjë. Këta që I kanë zedh për din e vazhdojnë jetën, se këtu për të na po thojnë, edhe këtu sigurisht e thojnë, mu I mjaltit. Muslimanit duhet me u interesu me zgjedh një gru me kalu jetën e mjaltit, se për mujt mjaltit krejt mujna me qenë. Jetën e mjaltit. E për jetën e mjaltit dhëtë me kanë lidini, me feju me martu për shkak të fesë e saj. A për mujt mjaltit, për bukuri merre, një mujt dit dhe shëtetu, po, ose për pasuni merre, se ka pare dhe le bën një mujt knaqësh, ndash atje shkon atje, ku e diun në ishut Maldiva, në Karaiba, ku e diun e ku shkoj njerëzit, ka mos tash po shkojnë e për botë.